Një traditë që nisi 2 dekada më parë, sot është kthyer në një nga ngjarjet më të mëdha verore në Shqipëri. Festa e birrës në Korçë lind në vitin 2006, si një nisëm e Bashkisë Korçë me synimi për të promovuar historinë e qytetit, traditën, kulturën dhe mikpritjes e potencialin turistik të rajonit, që në edicionin e parë i zhvilluar në muajin gusht, festa arriti të tërheqë mira vizitor nga gjithë Shqipëria e vendet fqinje. Atmosfera festive, kombinimi i muzikës, gastronomisë tradicionale, birrës, e shndërruan më njëherë këtë aktivitet në një pikë të rëndësishëm takimi për turistët e banorët e Korçës. Ndër vite festivali u zgjerua duke sjellë jo vetëm kompani birre, vendase të huaje, por edhe stenda me gatime tradicionale, produkte lokale, artizanat dhe aktivitete të ndryshme kulturore. Gjatë historisë së saj, festa e birrës ka ndryshuar disa herë vendogjen, duke ndikur rritjen e vazhdueshme të interesit e numrit të vizitorëve. Në edicionet e para, aktiviteti u zhvillua në ambientet e Parkut Rinia, kur për disa vite u kthye në një pikë kryesore të festës në Korçë. Më pas, për të përgjigjur fluksit gjithnjëherë në rritje, ajo u zhvendos në hapësira të tjera, si zona pranë stadiumit Skënderbeu, Pazari i Vjetër i Korçës e terminali i autobusave. Nga një aktivitet në përmendëse modeste në fillimet e tij, festivali u shndrua në një event masiv duke mirëpritur edicionet më të suksesshme. Mbi 100.000 vizitor, gjet rastete birre e gastronomie janë bërë pjesë e përhershme e tij, duke sjellë marka të njohura si birra Heineken, Peja, Stella, Elbar si nga plagërues të tjerë. Vendase të huaj përveç birrës, një tjetër element që ka bërë të veçantë këtë festival ka qenë muzika. Përgjatë viteve në skenën festes të birrës kanë performuar disa nga emrat më të njohur të muzikës shqiptare, mes tyre Elita Pes, Eugen Boshpepa, Flor Mumajesti, Alban Skënderaj, Ermal Fezullau, Sinan Hoxha, Aurela Gaçe, Marcela Çebukaj, Bojken Lako e shumë artistë të tjerë, duke kthyer Korçën në një qendër të mangët të argëtimit gjatë muajit gusht. Sot festa e birrës është një prej simboleve më të njohura të Korçës, e një aktivitete që ka ndikuar ndjeshëm në zhvillimin e turizmit, ekonomisë lokale e promovimin e imazhit të qytetit. Çdo vit sjell mijëra vizitorë nga Shqipëria, rajoni i turistë huaj, të cilët zgjedhin Korçën si destinacion gjatë sezonit veror. Këtë vit, festa e birrës shënon 20 vjetorin e do të zhvillohet nga 12 deri në 16 gusht. Rësia kryesore e këtij edicioni është vendosja e festivalit për herë të parë në ambientet e reja të Polit të Jugut në Drenov. Hapësira e re synon të ofrojë më shumë mundësi për publikun e pjesëmarrësit, me një sipërfaqe më të madhe, kushte më moderne, organizim më të mirë e kapacitet më të lartë për të pritur mijëra vizitor gjatë 5 netave të festivalit. Programi artistik i këtij viti do të sjellë një kombinim të muzikës shqiptare ose greke me 12 gusht, se do të mirëpresë Luizelin, këngëtaren greke Ivy Adamu e Randa Libroven. Me 13 gusht do performojë Magic 4 e artisti grek Tirian Filos. Mbrëmja e 14 gushtit do të vijë me energjinë Aurela Gaçes, Ledri Vulës e David Gjeraut. Më 15 gusht, publiku do të ndjek performancët e Endre Stefit, Alban Skënderajt e Angela Peristerit, ndërsa nata finale me 16 gusht do të mbyllet me Rilind Alimanin e grupit Fredos. Me një histori 20 vjeçare, festa e birrës vazhdon të mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme të verës shqiptare, duke ndërthurur traditën, muzikën, gastronominë e mikpritjen korçare në një festival që çdo vit sjell një arsye më shumë për të vizituar qytetin.